Joni, Hajde. ka zënë publiciteti të shku për shtëpi të u kthy prej punës. Që të hapi Kërët më njëta. krahun. Pa njëta që kena folë më marë që janë kërët. Ai pra, si doli lista e votimeve. Shke nevoj, hapin edhe shifri tonë hapin në analizët që kena ba. Ja, gja më marë një që kena diskutu. Kush doli ma fudulli dhe kush doli ma i vëbeti, ma naivi. Shikë marë, për mendimin tem në debatin, prajmë personazhet kryesor janë Rozana dhe Gerta. Edhe ne kena diskutu që Rozana e Gerta kanë pas ato luhatit ose ato kleskat e veta të ky votim ose të kjo përzgjedhje finalistave. Se gjesti është për tjera çana, për lojën e çana, por kur është për argumente edhe për është u kapen më shumë me të dy persona, me Gertën edhe me Rozanën. Pse ti Rozan ke fut Jozin pra i Baneda dhe pse ti Gert ke fut Jozi Aldon për çok etj. E tepruar është Neda vazhdon me kanë tepruar me Rozanën, e ka i doz më të nalt i natit me Rozanin, pak më të vogël e ka edhe mbështetjen mendoj unë arbitrit për Rozanën. Duket që ka një sigurisht, ato për me mos balancën e panelit, ndahen edhe ashtu, po Neda e ka lënë mbi ngacmimin, ka lënë te personalja, domethënë ka i buron diçka nga vetja. Unë du me thanë këtë që për Rozanën, dihet që unë aty gjuj, aty shoh të një lojtare që pretendente du me i gjatë efektet. Rozana po thote për justifikohet për Jozin që ka ardhur, ka rilind, është edhe ky format bën që njerëzit me ndryshu etj. Edhe aq më tepër kur e ka rifut publiku, unë publiku ti besoj etj. Fal po, a ka një njeri që ka thyrë rekord që ka thyrë publiku është Gerta me çdo nominim që ka kanë dhe ka shpëtu. Qose një njeri që marr rekord për nominime dhe është në televotim, është Gerta. Jeti fol si Rozana ajtësh. Jeti fol si Rozana. Rozana del kontradiktore me këtë justifikimin e Jozit që po bën. Po pra, mënyrën se si jeti nxjerr ti kontradiktore Rozana, jeti e bë si Rozana, siç nxjerr Rozana tjerë. Mane Rozana e kthei se tha unë e kam fut në pesje. Jo po ishin katër, jo, unë tha produksioni që unë mundem me fut sa du, po nëse mundesh me fut sa du, futi 10 mane po. Fjala ishte për 4, unë 5 e kam fut. Du me thonë këtë që nëse ka njerëz si merret mendimin pra janë Rozana, Gerta, Lajrti. Për çdo gjë më nol, ti nohate pra i vije, nohate që kujt i merret mendimi më shumë janë pretendent. Gjesti është i parapëlqyer përgjithësi, e kupton? Po. Pra s'ka nevojë me u marr për mendimin, por ai është për aktivitetin. Edhe ndonjëherë se është tifozi i tij është Ledioni, edhe nganjëherë edhe Ledioni përpas me e hub me e lën anashkalun këtë gjestin, ja merr mendimin. Ja merr mendimin po si ja dikasa që ja bën pyetjen dhe përgjigjen vetë, edhe ai vetëm më thon po ose jo. Biletor. Ja dikasa që as pas jo nuk lën me thon, por bën me po bra. As pas jo. Pra siç kena thënë Mario ma të preferumit nga vetë nga banorët ka kanë Rozana dhe gjesti edhe unë ishtu shof i tati këtë dyshe e shof manej kush ke si qa do të ndodhin i të ditë për me kanë fitusi se kështu po shfaqet edhe me mbështetjen që ka unë arbrin fut frikin kur arbri favorizon Rozanën kam në ati që a ke lexu komentet Mario arbri është i përfaqësuar i vllajt mall, si ka komentet e video që thonë është përfaqësuesi i vllajt mall, tha Joni, apo është përfaqësuesi fjalëve të popullit, pra. Apo është i publikut, po. Shumica është mundesh me vërtetu ka thënë është përfaqësuesi i vllajt mall. Çfarë thot arbi është vllai mall. Por kanë thënë me takt. E ban me takt, sigurisht e ban me takt. Ka më shumë, është më i rafinuar se ton ato opinionistat që kanë qarkulluar. Më i rafinuar me ton. Super analist është për këtë. Arbi mbështet vetëm Rozanën, po. E kena vurë re që mbështet vetëm Rozanën, nuk kam një herë të mbështet Gertën kur ose edhe gjestin hajt për hatet Ledion. Për hatet Ledion. Po mirë. Pas ka filluar skaleta siç e kena para pritë me thënë të hapja. Po. Metën që na kupju. Pa, mendoj marrë që nuk e kanë kuptu këtë banorë që për çfarë sfidët ka kanë kjo. Kjo ka kanë shumë rëndësishme me nuhat kush është ama lojtari fort, kush din se kush është finale. Po. Nuk ka kanë thjesht futi 4 emra me pa çoka. Ose është edhe
e kundërta janë, ose do tregosh që je lojtar që shprehesh, ose do tregosh që je lojtar që hiqesh. Hiqesh pra, po. Pra, Rozana në këtë rast ka tregu që jam të luajt sikur hiqem. Hiqem sikur po themi kështu. E kupton? Po. Sikur se dikush e ka pas përzime, Danja ka kënë kundërta, nuk është tek. Danja është shpreh siç është situata. Edhe për Gertën që thamë, ajo Oskar Nuhati, o nuk e di pse, edhe i tha arbit, aman, a i të e ba qokë që i fut Aldon, se të është Aldon. Të herë thu se logarisë, ma dhe thu në finale, e meriton me kënë finale. Janë gabimet e afatit gjatë qëndrimit të janë, shif se ka gabime i këtë muj, ka plot ja, gabime. Nuk është Nuhatse, Gerta për këtë lojë, unë e kam thënë, nuk është Nuhatse, pra nuk ka lojtare. Ajo është pa më, çdo situatë mi dal, argumenton, lufton për atë çështje që mund të bëhet shtëpi, din me luftu me përballu, po me Nuhat, e me fillu me hi lojna me ajo, nuk është për punë, nuk është për punë. E kam thënë, nuk është Gerta për lojtare. Ajo ka një aftësinë, nuk ka. Ama njaja aftësia e ka bë me kënë faktor që futet në pesën kryesore të këtij sezoni. Pesë po, argumentit man goxha dhe kur përballon me ton banorëse. Gerta opinioniste thonë, po, Gerta opinioniste. Po, opinioniste laj, si e ka më marrë që... është harru kur ka dalë, Oci, e laj opinionist, pa, ishte tjetër... Nuk... Ne ishte mes opinionist, dhe me thonë, mrena ishte si Gerta me mendime, jashtë ishte si Aldo me veprime, dhe me thonë. Po. U krutën balle, u krutën hunde, dhe me pritë çfarë perlet ka me zjarra, kupton? Po, dhe unë që një ashtu u krutën kështu. A ke pas? Po, pra, janë gjeste presorësh, gjeste pritësh, se kur të flas unë ju duhet marrni shënime, domethënë. Kjo është ideja. Mario po të pyesin, po Egli më Mario thonë. Egli, ku është Egli? Egli ishte me pik, ishte 4-5 persona kanë ashtu. Ishte para lajrit. E katërta, pra me 5 vota. Ishte para lajrit, po, ishte para lajrit. Pra u panë se kush është lojtar, kush e ka me hile, kush e ka për inat, u duken se dolen pa. To ishin analizat që i banë, që ne kena stër analizu. Pritet tha Ledioni me pjesën e dytë të shtim me... është uzina i rën? është uzina i Ja, nuk ka të përgjithë e rën. Në fillim Ledioni, po i them kështu, po mos kujtojnë se është një prilli, i doli punëve para që nuk do të ketë gënjeshtra, nuk do të ketë gënjeshtra, edhe kjo në vetvete është një gënjeshtër prapë së prapa. Edhe kjo nuk ka gënjeshtra, është një prilli ka gënjeshtra. Ose sot e kanë pushim, ose sot e ka pushim vllai i madh. Nuk ka gënjeshtra, pra që do të thotë ka gënjeshtra, po kur është gënjeshtër, është një prilli pra, kështu që kthehen edhe herë. Duhet të japim vëmendje Gertës. Ja, Gertës nuk duhen me i dhanë vëmendje. Është thjesht Neda për inat Rozancë, ka gjetë nisi Gerta që i është kundërshtar Rozancë. Se Gerta, Neda mund gjetë edhe i person tjetër, nuk e se e ka shoqe Gertën. Mendoj unë. Thjesht është kundërshtarja e përbetuar me Rozancë. Dhe Neda ka Gerta ka gjetë lojën e saj me dalë përballë Rozanës, me i bë simetrinë asaj. Edhe kjo Neda përfiton për i rastit për me shpreh talentin në hakrimet personale për shkak të Rozanës. Shikjo, nuk ka se s'ke ku ka për Rozanën, se kur e ka pion imagjino në analizë, po. Duhet me takt mor, do një firma, kjo duket shëto më burr që do me ra Rozanën. Duket shëto, s'do me ditë hiç çfarë pozicioni ka, edhe a ka merita Rozana vetëm myll sytë edhe vetëm Rozanës, edhe lavdron Gertën më. Për mu, Neda është dështimi i këtij bikut. Neda, patjetër. Dakor, po e bëj kështu si përgjigje të Adi Krasta. Okej. Pra, pjesa tjetër është prap ajo nuhatja që ka Gerta për këtë katërshën. Aty të nuhatin që ka që katërshja lart Rozana, Egli, Gjesi bakan filma bashk, për do ta rihapin. Siç ai ka bë ka shumë përshtypje kjo pjesë. Të shodojnë me që Gertën dojnë me e ba, sonte me e ba mirë. Edhe kjo është një dukuri e dopt e këtij sezoni që vazhdimisht kanë rikthy disa tema që gjoja ne i hedhin kështu si syve, ne i hedhin si temat nxehta, por që janë tema pa interes me thënë vërtetë. Se i kena pa 100 herë, po edhe sikur me dalë një gjë ndryshe prap
nuk është se ne na ban mos me fjet natën për këtë punë, më Pra, thënë. pra, Duhet jeti tem. tema të sjelluna, Ba me kanë një temë kështu që të ban, a thu më e ka bë për këtë. Shi, a thu janë ti, a janë kështu, a janë ashtu, po rri me mendojmë. Po kes edhe me kanë ashtu, pra as mish as peshk. Në vërtet. Nuk e kuptoj, pra, më duket se është prajmi për me rrit pak Gertën, po Gerta s'po din me umrojt ndoshta. Po me siguri, është prajmi kur del finalisti i parë, pak a shumë nënvizohen edhe kush janë finalistat e tjerë. Pra qofse rikujtojmë, kena pas një prime të Gertës fuqishëm, kena pas një prime të Laertit fuqishëm, kena pas prime të Gjestit fuqishëm, pra si protagonist. Do të jetë edhe prime të fuqishëm për Gertën. Për të fuqishëm sa më të jetë, po përdesa po i rikthejnë edhe e shtunës, temën e shtunës, që kjo ka pas në hati, si kur të katët janë bashkë, dojnë me eri hapë sot, së për qatë, ndoshta i kanë banë në i klip që dhe me ka drejt Gerta. Kush e di? Atë që ta ndore kanë me e ba klipin, që me e dhja që Gerta që ishtë në hati ka, po nuk mendoj, nuk ka në hati, mendoj, Gerta nuk ka në hati për këtë. Se edhe Rozana mi tha, ne për shana janë shame të në palë, që e, po pak e në film më minitë. Që nuk e di. Nëse edhe kjo loja me hipokrizin, me ndryshimin, me lehtësimin e qëndrimeve ndaj një tjetrit, është në përgjithësi normale se ne jashtë na bën përshtypje si, i tash ishin të ushtrari, i tash janë shok, ku kemi u përplas aty. Mes brenda një shtëpie s'ke ku më përplas. Me edhet për të parë Mario, po fillon pjesa 2. Aty është frytzoj rastin para se me mrit me që jam rrugës, e kena pind linkun e kanalit tonë të YouTube-it, ju lutem shpërndajeni të afërmve shoqënisë, familjarëve kur doni. Qofse keni dëshirë me na bë subscribe në kanalin e YouTube-it Jan Mario, edhe i shifni këto diskutimet me pak sa egzagjerime humoristike, na kuptoni që bëjmë ka herë reagime për me bëllë i fije meme, me bëjë fije gallat, nuk është se kena hi me bë analista këtu ne, apo nuk shquhen ne për analista yje. Exakt. Hajde, shifna të ajo futja për shtëpi marrë shpejt, zjerm të fus drumë të shpejtit. Zjerm kanë me lëshu, rotat zjerm kanë me lëshu në për asfalt, zjerm. Pafshim se filloj, pafshim. Ciao.